Administrata e presidentit amerikan Donald Trump njoftoi të njëjtën se do të pezullojë programin e llotarisë amerikane, përmes të cilit portugezi Claudio Neves Valente, agresori i dyshuar për sulmin me armë në Universitetin Brown të Rhode Island, humbën jetën 2 studentë dhe për vrasjen e një profesori të Institutit të Teknologjisë së Massachusetts kishte arritur të hynte në territorin amerikan. Sekretarja e Sigurisë së vendit Kristi Noem shkroi në rrjetet sociale se agresori i dyshuar Neves Valente kishte hyrë në SBA mes programit të vizave imigruese të Universitetit DVnjë në 2017 dhe ishte dhënë karta e gjelbër. Sipas Departamentit të Shtetit përmes llotarisë amerikane, rreth 55.000 persona në vit nga vende me nivele të ulta imigracioni drejt SBA-s përfitojnë viza të rezidentit të përhershëm. Valente, në i cili pas ditë të shkërkimi u gjet pa shenja jete pasi dyshohet se ka vrarë veten, Noem e cilësoi si një individ të urryer që nuk duhet të kishte hyrë kurrë në SBA. Me udhëzim të presidentit Trump i kam kërkuar shërbimeve të imigracionit dhe në shtetësisë të ndalin programin DV1 në mënyrë që të sigurohemi që asnjë amerikan nuk do të dëmtohet nga ky program shkatërrimtar, theksoi sekretarja e Sigurisë së vendit. Të shtunën e shkuar portugezi Claudio Neves Valente, 48 vjeç, ish student i Universitetit Brown në Rhode Island, ndërmori një sulm me armë në atë institucion të arsimit të lartë, duke ju marrë jetën 2 studentëve dhe plagosur 9 të tjerë. Disa ditë më pas vrau edhe bashkëdhetarin e tij, Nuno Loureiro, profesor i shkencës dhe inxhinierisë bërthamore. Raportohet se me profesorin kishin ndjekur të njëjtin program akademik në Portugali nga viti 1995 deri në 2001.